Dhe ja ku jemi të dashur me bashkë në pjesën e parë të emisionit, I paralajmërova të ftuarit mysafirët temat të cilat do t'i trajtojmë, si çdo herë do t'jemi bashkë këto 2 orë deri në orën 18 me një mori temash e përgjigjesh në të gjitha pyetjet që ju vazhdimisht 24/7 na shkruani në të gjitha rrjetet tona sociale. Javën e kaluar kemi folur për sëmundjet e zemrës, të cilat siç e tham edhe në emision, na dërgojnë deri në një vdekje të papritur. Shpesh janë sëmundje të cilat nuk I kemi diagnostikuar, hulumtuar apo zbuluar asnjëherë dhe gjithmonë ka ekzistuar termi që e kemi ndëgjuar edhe nga të parët tonë, ka vdekur rap tap, ka vdekur aty për aty, dhe janë ato sëmundje të cilat I kemi folur javën e kaluar, por kemi pas pyetje të pafundme të shikuesve tonë, të cilët kanë thënë çka pas atyre pacientëve që janë të kujdesshëm dhe I kanë ajt vetit gati edhe që janë nënshtruar në intervenime të ndryshme, në operacione të ndryshme, çka duhet me bë në jetën e tyre, çka ndron në jetën e tyre, pyetje të tilla, të cilat normalisht na kujdesemi që çdo herë burimet jenë të sigurta, profesionale, e kush më mirë se mjekët, ata të cilët prej mëngjesit deri në mbrëmje përballen me pyetje të tilla nga pacientët e tyre që janë të shumtë dhe që problemet janë të ndryshme. Dhe përgjigjet e tyre janë burim kryesor, që mos marrin përgjigje nga ChatGPT, nga Google, nga lajmet e përkthyera, është më së miri të marrim nga ata të cilët janë profesionistë, e njohin mirë fushën dhe kanë gjithmonë feedback të mirë të pacientëve. Një ndër ta është edhe miku I emisionit Familja Jonë, që çdo herë përgjigjet pozitivisht në ftesën tonë. Është doktor Artan Ahmeti, kardiolog intervent, I cili tashmë është në studio me mua. Mirë se erdhe, doktor Artan. Mirë se ju gjeta, faleminderit për prezantimin. Shumë kënaqësi me të pas studio, faleminderit ju që jeni gjithmonë korrekt edhe I pranishëm për mu përgjigj opinionit pacientëve tuaj e shikuesve tanë. Patjetër, faleminderit edhe herë për juve. Bile e thatë pej mëngjesit deri në mbrëmje, jo veç pej mëngjesit deri në mbrëmje, po 24 jo rrallë. Në shumë herë dhe jemi kujdestari, harrova këtë pjesë me tekstu. Kështu që jemi në vërtet ndër profesionet e vështira që duhet që nuk e kemi një orar të rregullt punës, po jemi të angazhuar edhe jashtë orarit të rregullt që shpesh është e vështirë. Dhe gjithmonë duke u kujdesur për zemrat e pacientëve, zemrën e juaj a e këshirni, doktor Artan? Pyetje me vend, është si ajo mesela më hershme se mjeshtri që tha makinat I rregullojnë po jo të veten. Ashtu edhe ne ndoshta ne mundohem do të thotë që të jemi të kujdesshëm për ato probleme të cilat çojnë deri te sëmundjet e zemrës. Mirë, po sigurisht se mjekët edhe kardiologët nuk janë të imunizuar ndaj sëmundjeve. Kështu që, siç e dim, ka shumë mjekë të cilët kanë vdek fatkeqësisht, qoftë kena pas rastin e Kovet ose në ditëve të sotme që kanë vdekje të papritur. Siç e përmenda edhe më herët, kështu që nuk jemi të edhe ne të mbrojtur. Mundohemi që jemi kujdesshëm, jo gjithmonë. Të paktën ju jeni më të kujdesshëm në parandalim, në gjëra të cilat janë direkt ndikues të sëmundjeve të zemrës. Të paktën këto e dini më mirë se na. Realisht ajo është puna më e mirë që mund të bëjë një person. Parandalimi është trajtimi më I mirë. Dhe pikërisht temën që keni përzgjedhur sot, pra pikërisht një parandalim jo I mirë që në një intervenim të mundshme, jeta pas intervenimit mundet me ndryshu komplet stilin e jetës një pacientit ose jetën që e ka pas ai deri atëherë. Po, pikërisht kjo është edhe ajo çka kemi marrë pyetje të pafundme të shikuesve, unë shpresoj shumë që të arrijmë në minutazhin tonë të përgjigjemi secilet prej tyre, sepse një pacient I cili ka diagnostikuar dhe është dashur të nështrohet një intervenimi kirurgjik, s'ka rëndësi cilit lloj, ne do të mundohemi të ndalemi tek gjithkapak, po a ndryshon jeta e një personit, a duhet ndryshon edhe profesioni në shumicën e rasteve pas intervenimeve, pas operacioneve në zemër. Realisht pyetje, po them edhe temën përgjithsisht shumë e vend, sepse është një pyetje që vazhdimisht e bëjnë pacientët. Jo domosdoshmërisht, mirë po në shumicën e rasteve fatkeqësisht po. Pse? Do thotë një person që sëmundjet e zemrës pra shpesh nuk japin ndonjë paralajmërim më herët se janë persona komplet të shëndosh. Dhe në momentin kur e pson një intervenim, qoftë një infarkt akut miokardit të cilën e ka kalu në mënyrën më të mirë të mundshme me intervenim adekuat ose një operacion zemër të hapun siç është bypassi, jeta ti pas kësajne mundet me ndryshu. Se ai ka qenë një person I shëndosh dhe nuk ka pas dilema për shëndetin e tij dhe jetën që e ka bë. Në momentin kur ai ka psu një sulm, nuk e konsideron veten më të shëndosh. Dhe kjo jo domosdoshmërisht është I smuar,
po jo domosdoshmërisht të gjithë kalojnë pa asnjë problem. Për këtë arsye është forma si ndodh trajtimi. Trajtimi i mirë i një pacienti qoftë edhe me infarkt akut, kur ka mbyllje komplet të enëve të zemrës, jo veç ata me ngushtita të cilat shumicën e herë kalojnë pa asnjë problem. Edhe këta mundën nëse është koha e shkurtë e intervenimit, pra për këtë arsye pikërisht koha është muskull, dhe nëse intervenohet shumë shpejt, mundet me qenë plotësisht i shëndosh vetëm me barna. Çka do të thonë plotësisht i shëndosh? Nuk ndron as profesion, as formën e jetës që ka jetu, sa i përket profesionit të tij ose jetën që ka bërë. Mirë po, duhet me ndru stilin e jetës nëse ai stili i jetës nuk ka përku me problemet që mund me sjell. Ta zojmë për shembull nëse një person ka qenë duhanxhi, duhet patjetër me ndërprej duhanin sepse ka probleme tani të njohura me zemra. Vetë duhani është një shkaktar i cili në këtë rast është konkretizuar me problemin e caktuar që është sulmin zemër. Nëse ka pas një jetë të keqe sedentare, domethënë ka jetu keq duke pas parasysh pa aktivitetin fizik, ose ushqimin e keq, ose nuk e ka trajtuar mirë smujët që i ka pas deri atëherë siç është hipertensioni, diabeti, dislipidemit, atëherë normalisht këto duhet të kujdesen shumë sepse ato vetëm e kanë pru problemin, të cilën e ka kalu fatmirësisht me sukses të madh. Te ne, them drejtën, nuk ekzistojnë qendra saktuar në rehabilitimit, sepse për ndryshe në shumicën e vendeve europiane, një person që pëson një infarkt, një sulm zemër dhe trajtohet dhe kalon mas mirë të mundshme, ai sidoqoftë ka kaluar një traumë. Dhe shpesh jo rrallë janë ato që thirren streset post-traumatike, të cilat e pengojnë shumë në jetën psiqike të pacientit, dhe për këtë arsye shumica nga këta pacientë shkojnë në qendrat e rehabilitimit. Pra është obligative që një pacient i cili ka pasur një traumë në këtë rast shëndetësore dhe ka kaluar mas mirëti, me kalu në qendrat e rehabilitimit, që të kujdeset për stilin e ri të jetës, si do të kujdeset ai për shëndetin, si do të kujdeset për ushqimin, për aktivitetin fizik, për gjumin, për të gjitha këto. Dhe janë qendrat e veçanta dhe ai aktiviteti fizik shpesh thonë pacientëve se kur mundë me fillu punë, kur mundë me fillu. Pikërisht që qendra e rehabilitimit është ajo që ja mundson çdo ditë të rrit aktivitetin, të e pa pacientin se sa është ai aftë për me ju kthy jetës komplet normale. Po, që ta kemi të qartë edhe shikues tan, çka konsiderohet intervenim në zemrën? Është vetëm operacioni, hapja, intervenim. Intervenim është edhe stentimi, intervenim është edhe pacemaker edhe të tjera. Cilat janë intervenimet që e ndrojnë këtë stilin që po e përmend të jetës? Po pra, çdo intervenim zemrës konsiderohet intervenim, qoftë ai invaziv ose kardiokirurgjik. Në ditë sot do thotë rëndësi më të madhe kanë intervenimit invazive. Duke pas parasysh se intervenimi është me minimal invazion, si thuar, sepse kemi veç një shpim që bëhet lëkurës direkt në arterje dhe bëhet komplet intervenimi. Krahasim me kardiokirurgjin që duhet të bëhet operacioni hapur, të hapet komplet gjoksi dhe të bëhet intervenimi. Pra në aspektin praktik është shumë ma thjesht qasja, kurse në aspektin e trajtimit është e njëjta, sepse edhe ata arrin revaskularizmin ose kthimin prapë të qarkullimit të gjakut, edhe ne me kardiologji invazive e kthejmë përsëri qarkullimin e gjakut. Pra çdo intervenim invaziv që bëhet në zemër është një intervenim që pacientin në një farë mënyrë jo rrallë në popullatën tonë thirret operacion zemër. Nuk është domos operacion, se operacion është vetëm bypassi ose intervenimi në valvula, ose të ngjashme që bëhen kardiokirurg. Mirë po edhe kjo është intervenim që bëhet në sallën të intervenimit, që pacienti ka me ndërhyrë një intervenimi për trajtimin adekuat, qoftë stentimit, qoftë siç e përmendë pacemakerin, qoftë elektrofiziologjia për çrregullimet e ritmit. Të gjitha këto janë intervenime në zemër, të cilat krahasohen njëra me tjetrën, të gjitha i kanë përparësitë dhe praparësitë e veta. Pra, në ditën moderne, në kohën e inovacionit, kardiologjia invazive është trajtimi më modern që sot i kushtohet zemrës. Po, jo domosdoshmërisht se secili pacient që e kalon një intervenim ka me kalon në mënyrën më të mirë. Pse? Sepse shpeshherë pacientët ka edhe për shkak të gjendjes së tyre psiqike, domethënë për dikon një injeksion, një marrje e gjakut është shumë e vështirë, për dikon është shumë pak problem, dhe për këtë arsye edhe ai intervenim të dikush është shumë i vështirë, dhe të dikush që ka bërë një herë nuk ka kaluar shumë mirë, është e pamundër të futet edhe herë me bërë ata, ose edhe paragjykimi që i kanë përpara, sepse
kemi jo pak pacient fatkeqësisht në ditë sotme që kanë një edukat jo shumë të mirë shëndetësore, të cilët refuzojnë kategorikisht trajtimin modern, siç është trajtimi me stenta ose të ngjajshëm. Thonë gjithçka bën, vetëm stenta mos e vendos. Kanë paragjykime, mungesë të informacionit. Pra trajtimin më modern e refuzojnë, që është pak absurde kështu në aspektin mentalitetit ton si kardiolog, që si ka mundësi një person të veproj aq shumë kundër vetes. E pse mund të ndodhë kjo? A është për shkak të mos informacionit që ndoshta është lobu, ndoshta jo bash pozitivisht për stendat, ose pse mund të ndodhë që një pacient a i spjegohet mirë, a i spjegohet mënyra se sa i ndryshon jeta për të mirë, sa i ruhet zemra. Ki plotësisht drejt, pra nuk është një shkaktar për këta, janë disa. Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Do thotë dhe ne ndoshta për shkak të angazhimit të madh dhe atë stërngarkesës në punë, jo shpesh i kushtojmë rëndësi komunikimit me pacient, që është shumë e rëndësishme, sepse komunikimi me pacient, do thotë shumicën e herave nëse komunikon si duhet, po thonë një numër i madh i pacientëve pranojnë ata që i thotë mjeku që është për të mirën e mjekut. Dhe kjo me thonë drejtën kemi trend pozitiv, për shembull nuk ka statistika të sakta mirë, po ne e dim për përvojës të përgjithshme që kur ka filluar stentimi në fillim në QKUK, do thotë shumë një numër i madh i pacientëve kanë refuzuar trajtimin. Pra ka ndodhur që për shembull kanë ardhur 5 infarkte më në 24 orëve, u shpunu 24 orë infarkti akut në QKUK dhe për tyre 2 ose 3 kanë refuzuar. Pra ka qenë një statistikë shumë e keqe, kanë refuzuar trajtimin më të mirë. Ditë sot është shumë e rrallë kjo punë, shumë e rrallë. Sepse është pa që është metodë më e mirë dhe kjo pa nga popullata, sepse edhe ka qenë një metodë e re atëherë dhe nuk kanë qenë të informuar. Mirë po, kjo pra, është ka një propagandë të keqe, edhe nga mediat, edhe nga shumë mjek, edhe nga popullata, ka qenë ndoshta një trajtim jo adekuat në atë kohë, sepse nuk u bën çdo klinikë universitare, dash përmes private, përmes anë dhe kështu që edhe në atë kohë do thotë nuk ka qenë më e mira mundshme, mirë po prapse është bën një punë e mirë, mendoj edhe atëherë, edhe tash, sepse qëllimi është mi trajtu pacientin, nuk është qëllimi ku mi trajtu, as cila është formë, po cila është më e mira për të. Edhe çdo herë që është për të mirën e pacientit, mendoj që duhet të veprohet. Pra në mënyrë absolute nuk duhet të refuzohet indikimi ose domosdoshmëria që vendos një doktor. Në qoftë se ka dilema, duhet më marrë edhe second opinion, me marrë edhe për dikuj tjetër, me kërku ndihmë edhe për dikuj tjetër, prej mjekëve, prej një mjeku tjetër që e beson, po asesi që ta refuzojmë në mënyrë kategorike, sepse ajo është jetë shpëtim. Po, në çfarë indikacione, kur vendoset që një pacient duhet të vendosë stent? Sepse një pacient vjen në kom të veta për një koronarografi, për shembull, për një shqetësim që ka dhe aty në sallë i thuhet që ke nevojë ose s'ke nevojë. Është moment ashta kritik edhe emocional edhe psikologjik ngarkesë. Kur janë indikacionet kur me të vërtetë i thuhet o zotni ose o zoj, ti ke nevojë se pa qëton ki me pas probleme shumë të mëdha. Pra dilemat janë pikërisht të urgjencat, sepse kur nuk është urgjencë, përgjithësi ki kohë me bisedu, edhe pse edhe ato shpesh refuzojnë pacientët edhe bjen deri te puna urgjencës, sepse mos trajtimi adekuat me kohë caktune. Mirë po dilemi kryesor është e urgjenca. Pra në qoftë se pacienti ka infarkt akut, koha e thashë në fillim është pyetje. Sa më zgjat që shkon prej momentit mbylljes arterës deri te hapja e saj është dëm për zemër. Dhe çaj riabilitimi i më vonshëm është pikërisht varet prej kësaj kohe. Në qoftë se u trajtu me kohë, ka me pas një riabilitim shumë të lehtë, shumë të mirë dhe ka më kthy jetës sikur ka qenë përpara. Në qoftë se është një trajtim me pasoja, pastaj ai kur ndoshta nuk do të bëhet një njerëz sikur ka qenë para sulmit. Dhe pikërisht për këtë arsye, shpeshherë pacientët këtu hezitojnë, rezistojnë që nuk du me bë këtë trajtim, nuk du me vendos stenta, nuk du me hynë sallë, sepse e konsiderojnë operacion, që thash që nuk është operacion, mirë po e lunë rolin e operacionit sepse bën punën e njëjtë pa operacion, që është inovacion shumë i madh në kardiologji, jo tash me thënë drejtën është që një kohë, tash të më jemi informu të gjithë, dhe shpesh, po thëmë kove në ditëve të sotit shumë arrallë, mirë po hala kemë pacientët që refuzojnë trajtimin adekuat. Kur vendoset, në qoftë se pacienti është infarkt akut, ai veç në momentin ku hynë në sallë, ai është vendos për stent, sepse gjithçysh ai ka me pas probleme me damar zemrës, sepse i ka gjitha
shajat të cilat kanë infarkt. Në qoftë se del diçka tjetër, siç është broken heart syndrome, që e kena përmend më herët, se diçka të ngjashme, do thotë kanë herë, domethënë janë edhe smundje tjera të cilat emitojnë infarktin më radh, atë bëhet vetëm koronografi. Po në qoftë se pacienti ka enin e mbyllur, hapja e asaj enës është puna më e mirë që bëhet dhe duhet më hap sa më shpejt. Te infarkti akut bile shumicën e herat bëhet me stenta, kurse tek ngushtica e enëve gjakut, ditëve të sodit, jo gjithmonë hapen vetëm me stent, hapja bëhet vetëm me balon, bëhet pastaj një balon me ilaç, që është inovacioni ditëve të fundit, i kohëve të fundit, që është shumë fiziologjik për arterin, sepse nuk vendoset metal, ena hapet edhe ka një feedback shumë të mirë, sepse shpesh këta pacienta ju kthehet ena komplet që ka qenë e shëndosh, në qoftë se sigurisht edhe ndrojnë pak stilin e jetës, që thas për në fillim që ndrimi i stilit jetës të pacientëve që kanë smundje koronare duhet të bëhet patjetër. Pra në qoftë se një pacient ka smundje koronare, është bën një intervenim, por ai vazhdon me avazin e vjetër të jetës tij, me abuzim me cigare, me abuzim me ushqim, me abuzim me tension, me diabet, me yndyrë, atëherë sigurisht që ka më përsërit prapa ajo që ka ndodhur, ndoshta edhe forma më e keqe e saj. Po. E përmendit disa herë doktor Artan, forma moderne, forma inovative, siç janë këto të cilat i folje pak më herët, kur vendos doktori në përgjithësi, kur vendoset që një pacient ka nevojë për hapje, operacion klasik, dhe kur vendoset për një metodë inovative, siç është këto që po i përmend? Kjo është pyetje e madhe. Edhe përgjigja nuk ka përgjigje gjithmonë. Dilema për me bën një intervenim me stent ose me bypass ka sot në krejt botën dhe janë edhe përparësitë e njerëz edhe tjetrës. Pra në një pacient që është kompleks, kur ka më shumë se një enë të smur dhe më shumë se enën në disa vende të smur dhe komorbiditete tjera, pra ka smundje tjera, ka diabet, ka një mushkë të shtyrë, ka smundje të veshkave të tjera, atëherë duhet të bëhet një heart team që thirret, është një ekip i zemrës që përbëhet nga kardiologu, intervent, nga kardiokirurgu, nga anesteziologu, edhe mjekët e lamive tjera të cilat janë të involvuar në këtë rast, dhe pastaj të merret cila është më e mira për atë pacient. Jo rrallë nuk përjashtohet edhe vetë pacienti. Ka disa pacient të cilët masi t'ja shpjegon të mirat të këqija të operacionit edhe stentimit, kanë refuzim në mënyrë kategorike operacionit. Nuk du më bëhë operacion më hap, du më bëhë vetëm me stenta. Pastaj rrezikshmëria është aty për aty, edhe ne kemi çdo ditë që pacientët që janë propozuar për bypass prap i nënshtrojnë intervenimit, domethënë me metoda moderne, që është stentimi, balonimi e kështu me radhë. Pra është i involvuar edhe vetë pacienti. Po, në këto metodat moderne të cilat po i shpjegon, nuk vendoset pacienti komplet në gjoma, po anestezioni është i përgjithshëm? Jo, te neve nuk ka anestezion fare përgjithshëm, është anestezion lokal, si me marrë një injekcion në vendin e punktimit dhe pacienti është komplet i vetëdijshëm gjatë gjithë kohës, sepse arteret, pra endotelus është tresa mbrëmshme e arterëve ku preket me këto gypa që ne punojmë, nuk kanë ndihmëri në dhimbje dhe pacienti nuk e ndin fare. Po, a lihet qut për shkak se nevojitet me i po reagimet, a lihet qut për shkak se s'ka në rrezikshmëri, sepse goxha stresuese për pacientin me po një proces në të punu në zemrën e tij? Po, kallëzohet që nuk është e ndihshme dhe pacienti nuk e ndin, përveç shpimit. Psikikisht, nga kërkesë. Kurse për psikikisht ka disa vende të cilat përdorin premedik, që janë banat të cilat vendosen pak në një relaksim pacientit. Jo rrallë në kompane për qendra ku kam qenë, që pacientët ju jepen vazhdimisht si rutinë këto bana, që me qenë ma qetë, që pacienti mos me reagu shumë në ato momente. Mirë po, arsyeja pse nuk vendoset anestezioni përgjithshëm, mirë po vendoset vetëm anestezion lokal, është se nuk ka nevojë për të. Pra, përderisa nuk ka nevojë për anestezion përgjithshëm, anestezioni përgjithshëm ditë sodit edhe sot, me metodën më moderne, me anestezik më modern që kemi, prapë është një ndër format që ka komplikime të shpeshta. Dhe për këtë arsye pse me rreziku pacientin me anestezion përgjithshëm, përderisa nuk ka nevojë mund të kryhet pa anestezion. Problemi kryesor i intervenimeve sot të cilat bëhen me kardiokirurgji është anestezioni ende, kështu që pse me bën një metodë që është. Po mira, ka ndikim gjendja emocionale e pacientit nëse për shembull kur hyn në sallë e ka stres, frikë, shkakton aritmi vetes nga panika,
A mund ta komplikoj procesin e punës kjo? Jo gjithmonë, kjo është individuale sigurisht, disa pacienta janë shumë durushëm, si thuash, disa pacienta edhe ai pastrimi që bëhet me jod, ka njëherë reagojnë keq, pa shpuale ende asgjë. Mirë po, pra duhet me folë për pacientët, sigurisht që ka njëherë edhe ne ngritim zonët në salë, me thënë pacientët që të mos lëviz shumë, sepse sigurisht që lëvizjet e pacientët janë shumë të këqija, sepse puna jonë është milimetrike, pra kemi punë me milimetra, jo me centimetra, dhe lëvizjet e pacientit ndikojnë që mos të jetë një punë adekuate. Për këtë arsye është e rëndësishme pra bashkëpunimi me pacient. Mirë po, me thënë drejtën, jo rrallë nështë duhet edhe ne me pas si protokoll që me përdor këto metoda relaksuse, që atë janë ilaçe që kanë ma pak ndikim kështu me komplikime, kurse kanë ndikim të mirë, sepse jo gjithmonë, sidomos të infarkti akut i miokardit, do të thotë pacientat janë në një traumë, sepse ai ka qenë person që po thotin ka shku me kohën veta, edhe është në një gjendje komplet tjetër që është i rrezikun e jeta çdo sekond. Edhe mjeku është i stresuar shumë sepse është jeta e pacientit varet minutat e tine. Kështu që është një formë e shpejtë e intervenimit, shumë shpejt. Që se mas pak ti mendojmë për stres në atë kohë, me thonë rejtën asime, sepse mendojmë për suksesin tonë që kena me pas për trajtimin e pacientit. Mirë po, sigurisht që ka rëndësi të madhe. Po, isha nalë të disa specifika, për shembull pacientët të cilët për shkak të problemeve që kanë pasur duhet të vendosin pacemaker, bateri në zemër, sido që quhen në popull. Aty në sa ju ndron cilësia jetës, sepse do doja të ndalemi tek të gjitha për pas tyne. Po, çka ndryshe jeton? Vetëm njerëzit e përmend baterinë, domethënë është pak një farë averzioni pacientit. Bateri, u bona për bateri, domethënë njëri me bateri unë tashti. Do thotë është një ide e keqe. Po gjithmonë i them pacientëve, aja është zgjidhja jote më e mirë. Shqyr që ka zgjidhje të tillë. Pra shqyr që ekziston një metodë e tjetër që ty ta zgjedh problemin dhe s'ki me pas probleme më kurrë. Pra pacientët që zakonisht pacemakeri ose vendoset e pacientët që kanë trana tralla të zemrës ose pauza në tranat e zemrës, është një zgjidhje afatgjate. Domethënë e zgjedh problemin përgjithmonë. Dhe s'ka me pas kur problem të ngjajshëm. Kurse bateria tjetër që janë më të avancuara, siç është ICD-a ose CRT-a, këto përdoren të trajtimet e çrregullimeve të rënda të ritmit ose të pamjeshtueshmëria e zemrës. Këto janë metoda të cilat do të thotë janë domosdoshme te pacientët që kanë në zemrën e dëmtuar, koqat dëmtuar. Dhe edhe kjo është inovacion ditë sodit, do thotë. Mirë, sigurisht që të këta mundësia ndrimi stilit jetës ata vetëm e kanë ndru në stilin jetës, sepse kanë sunit avancuar të zemrës, dhe kjo pikërisht qëllimi mi i rrit kualitetin e jetës, sepse duke vendosur për shembull një CRT, personi rritet fraksioni e eksionit edhe ajo që puna e zemrës, edhe në këtë rast do thotë pacientët kanë më pak ankesa, dhe kjo rritet kualitetin e jetës. Ose ICD-a, që është një bateri për shkak të çrregullimeve të ritmit, ju shpëtohet jeta, mund të pas një sulm në zemër, arrest që jetojmë në për shkak të fibrilacionit ventrikular, dhe ai shumica e pacientëve vdesin me njëherë. Nëse ka atë bateri në zemër, ajo shpëton jetën sepse defibrilohet kur mi pas ato peglla që thirrën neve që janë në spital, ajo ka me veti ka shkon edhe ka një farë sigurie në jetë. Kështu që sigurisht që ka mundruje sepse ka një metal në trup dhe ka me pas të njëtën atë problem, mirë po është një zgjidhje moderne, është shumë e mirë që ekziston kjo. Po, është më rëndësishme e cek të këta pacienta edhe çka nuk guxojnë me bë. Për shembull, po e nisi me për shembull në imazheri të ndryshme, ata nuk guxojnë me bë imazheri magnetike për shembull. Çka tjetër nuk guxojnë me bë, doktor Artan? A janë të rrezikuar kur shkojnë nëpër aeroporte, kur kalojnë nëpër ato dyert me senzor që janë? Pikërisht ata. Ajo është një metal, kështu që prej magnetit duhet të ruhet, edhe pse në ditë sot shumica pacemakerave janë kompatibil edhe me magnet, sepse kanë dozë sasi të vogël të metalit, edhe sigurisht që këto rezonanca magnetike zvoglohen teslat të cilat i përdoren për imazheri dhe mundon edhe imazherin me bë, për ndryshe për këto tjerat për
CT-et për këto skalidesh, kurse sa i përket aeroportit, ai vetëm duhet me pas një dokument me veti, zakonisht janë do karta të cilat e vërteton sepse ka me pas gjithmonë ato sinjale që kur kalon një metal, dhe duhet me tregu aty në sigurime që e kam këtë pajisje mjekësore, dhe ata janë të informuni sepse janë trajnuar njerëz që punojnë aty që duhet me kalu, mundën me kalu njerëz edhe me bateri në zemër ose në pjesë trupit dhe problem për pacientët është as pak. As pak nuk ndikon e harxhimin e baterisë ose siç janë këto mitë të tjera, se nëse kaloj disa herë e zvoglon fuqinë e baterisë ose diçka të tillë. Jo, bateria harxhohet vetëm tu i punon zemrën dhe për këtë arsye këta pacientë duhet me bë testime të vazhdueshme, zakonisht konsiderohen çdo 6 muaj me bëni testim, që të shikohet jetëgjatësia, sa përduar ka pas një problem dhe ka nevojë për updatim sepse ato aparate sot janë shumë sofistikuar, moderne dhe mund të ndrohet cilësia e trajtimit të pacientëve pa pas nevojë me hek baterinë, po me magnet lidhet me software të caktuar dhe bëhet kalkulimi dhe kalibrimi tyre të i caktuar në varësisht prej nevoja pacientit, se jo çdo pacient ka nevojë të njëjtë për atë bateri që është e njëjtë, por ka funksione të ndryshme. Është për me thjeshtu muhabetin në mënyrë që të jemi të qartë edhe për publikun, kjo e puna e pacemakerit ose baterisë është si puna e gjeneratorit kur të nalet rryma dhe me njëherë aktivizohet generatori. A e dallon pacienti, doktor Artan, kur zemra nuk po i funksionon mirë dhe po funksionon pacemakeri ose bateria në këtë rast? A ka ndonjë ndjesi? Pikërisht gjenerator që përmendën, gjeneratori e thirrim edhe neve, se pacemakeri po është një komplet pajisa që është gjeneratori edhe elektrodat, kurse gjeneratori është pikërisht një gjenerator që prodhon rrymë, pra e dim se zemra ka një rrymë që e mundson kontraksionet, që to impulsi elektrik i zemrës që është, dhe ata që kanë këtë problem, domethënë është zbulu diçka artificiale që ajo bateri i çon impulse të nevojshme kur ka nevojë. Pra mira këtij aparati është që ai punon sa herë si ka nevojë pacienti, dhe nëse pacienti s'ka nevojë kur ai s'punon kur, vetëm qëndron atë. Pa e dallon pacienti kur është pacienti nuk mund të dallo kur është ka punon ajo, për pacemaker, sepse është e njëjta punë që ka mi bëu për zemrën. Pacienti e dallon kur janë këto ICD-t. Te ICD-ja ka defibrilem, dhe defibrilimi është si goditje edhe nën goditje. Nëse është shkrepje, ai ka mi dallim. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që nëse ka shkrepje të shpeshta, që ai të ndron që ata që thash kalibrimin e mirë tyre që mos është ndonjë problem i pacientit ose trajtimi jo adekuat me barna, që ajo me shkrep sa më rrallë, sepse shkrepja është jetë shpëtuese, po të njëjtën kohë është një pasiguri e pacientit sepse ai nuk e përjeton mirë shkrepjen. Domethënë, imagjinon tash në studio të shkrep një bateri zemrë dhe edhe është e dhimbshme, edhe ajo është, po është jetë shpëtuese, që gjithmonë duhet me kalibru mirë se sa. Dhe problemi këtyre kanjëherë është për këtë arsye duhet me u këshu indikacionet e domosdoshme, a duhet gjithçysh me qit një bateri ajo. Pse? Sepse ato aparate edhe pse janë shumë të mëshme dhe janë shumë sofistikuar, prapse ka shkrepje të pa nevojshme. Pra ka disa raste kur në një aktivitet caktuar të zemrës, aparati konsideron që ka aktivitet keq, realisht ai nuk ka një aktivitet, për shembull një takikardi, për shkak të ranave të shpejta të zemrës që ka bënë një temperaturë, një vrap, një diçka, edhe ai godet që është e panevojshme. Për këtë arsye do thotë duhet të kalibrohet në atë formë që me ikë sa më shumë këtyre. Pikërisht ky problemi i shkrepjeve jo adekuate, jo të nevojshme, është problemi më i madh tek këta pacientë kur vendoset. A duhet më lajmëru gjithmonë te mjeku i vet sa herë ta kanë këtë shkrepje? Patjetër. Patjetër, sepse në momentin e shkrepjes duhet të shikohet a ka qenë shkrepje adekuate, domethënë a me të vërtetë ka vepruar, a ka pas shkrepje për shkak në një problemi tjetër që duhet me ndru domethënë kalibrimin e baterisë. Doktor Artan, kur pyeta për ndrimin e jetës, cilësisë, e kisha për shembull edhe mos me menjanu edhe këta që janë mas sportistë, që shkojnë në gym, aktivitete fizike, personat, pacientët që vendosin pacemaker, bateri, sido që i themi, a ju përkufizohet për një kohë aktiviteti fizik, lëvizje të krave, duarve, sidomos ana kur vendoset? Me të drejtën jo për një kohë, po të disa dhe më shumë, sepse sidomos pacemakeri është një pjesë metali dhe është e lidhur me elektrod dhe lëvizjet ekstreme, e tyre mund të bëhen edhe ç'vendosjet elektrodës, shpeshherë edhe te aksidente të ndryshme që kanë me pas ta pacient mund me pas probleme të traumat e kafazit kraharorit. Kështu që sportet ekstreme sigurisht që nuk rekomandohen tek këta pacient, pra duhet me ndru stilin jetës,
kurse sa i përket këtyne me stenta që janë, ta varet prej sa suksesshëm ka qenë trajtimi. Pra nëse trajtimi është bërë i duhur, në kohën e duhur, ata janë njerëz të shnosh komplet. Në qoftë, ndron stilin e jetës të aktivitetit fizik, sepse ai ka më marrë vetëm bana. Por në qoftë se është ardhur te dëmtimi i zemrës, pastaj varësisht prej shkallës së dëmtimit, domethënë duhet më ndrua edhe stilin e jetës, ose të punës, ose ashtu. Stili i jetës duhet mundur të secili pacient sa i përket atyre gjërave të këqija që thash, siç është duanpirja, alkooli i theksuar, ose trajtimi jo adekuat i hipertensionit, diabetit, dislipidemisë. Ato duhet të, ose aktiviteti fizik që është shumë e rëndësishme me qenë të ata pacientët që kanë sëmundje koronare, ose çka do qoftë kardiake. Mirë po, puna e tyre, domethënë të disa pacientë, të shumica pacientëve të cilët kalojnë mirë, nuk i ndrohet fare. Po, e personat, sepse shpesh koronarografia kërkohet për përgjigje më të saktë, një dyshimi që nashta nuk e kena marrë një diagnozë. A ka indikacione që për një kohë të caktuar det ose jo pacienti me ndryshu diçka, se dhe ajo është një lloj intervenimi, edhe aty punohet. Koronografia është metodë diagnostike e para që vendos sakt se cili është problemi i arterëve koronare. A ka problema jo? Dhe nëse ka, cila shkallë është e smundjes së tyre. Kurse a duhet të ndrojnë? Jo, aty që vendoset të bëhet, nuk duhet të ushqehet pacientit para intervenimit, domethënë deri në 6 orë kur gjë tjetër. Nuk ka ndonjë. Në qoftë se metoda bëhet radial, që i thojmë nëpërmes dorës, ai pacienti mas 2 orësh shkon në shtëpi, në qoftë se bëhet femoral përmes këmbës, mas 5-6 orë, në qoftë se ka shku gjithçka mirë shkon. Shumica këta pacientëve edhe stentimin sot në botë pikërisht e kanë për shkak të kostos, jo për diçka tjetër, pra sepse jashtë paguhet shumë hospitalizimi i pacientëve dhe ata mundohen sa më pak parë me jep prej sigurimeve, kështu që është me pacientat që të stentojnë në mënyrë elektive, që i thojmë natë, planifikuar që ka në intervenim e bëjmë, brenda ditën se shkon gjithçka mirë, shkon shpejt. Dhe kjo është e mira që. Domethënë imagjino një operacion i hapur që merr me javë, me muaj, derisa të rehabilitohet, kjo është brenda ditës, ai nesrit është një person i shëndosh komplet. I përmendet që bëhet ose koronarografia ose prej dorës ose prej kamës, pse vendoset qysh? Pse vendoset prej ose asaj? Po. Rekomandimet janë që gjithmonë mu bëj prej dorës. Arsyeja pse nuk bëhet prej dorës është vetëm kur mungon eksperienca e mjekut që e bën. Kjo është arsyeja kryesore, që është nëpër guideline në ato urdhërfys tonë që na tregojnë. Pra nëse sepse pejkamës është përgjithësi pak më lehtë për mjekun. Ma lehtë shkohet, po. Dhe pse është artere më e madhe dhe është më lehtë me depërtu. Mirë, po komplikimet post-operatore janë shumë më të mëdha përmes këmbës. Për këtë arsye nuk është sepse ka mundësi me pas gjakderdhje, me bë pseudoaneurizma. Mirë, po prej dorës jo gjithmonë është e mundshme. Ka njerëz që nuk kanë artere të mira të durve, ka problem puls, është problem me gjetë mas parë arterën dhe pas problem me kalu, sepse në arterë më të ngushta ato gypat nuk janë shumë të hollë dhe disa pacientë kanë problem, pastaj duhet të provojnë alternativa tjera. Pra, gjithmonë qasja e parë që i thojmë na first success duhet me qenë radial. Vetëm në qoftë se kjo nuk është e mundur, duhet me shku dika tjetër. Okej. Kjo vendoset aty në sallë prej gjendjes zakonisht planifikohet edhe përpara, po gjithçka mundet me ndru, trajtimi brenda sallës bëhet ose pe dorë, ose pe kam, ose pe kraut, ose çdo çështje kryesore duhet me kry punën. Janë disa çështje që bëhen dora djathtë, dora majt, këma djathtë, këma majt, kraut djathtë, kraut majt, po patjetër duhet me gjetë një çështje. Problemi është kur nuk gjendet asnjë çështje që është rrallë ose gati e pamundur, sepse duhet me gjetë doktorin një çështje që më shkon në arteri. Po, zakonisht kur dëgjojmë për pacient familjar të cilët kanë vendosur stenta ose një operacion të hapur, çfarëdo intervenimi të zemrës, themi që nuk ban me e shoku, qoftë me lajme të mira, qoftë me lajme të këqija, sepse mundet e ka zemrën e smut, na themi. Sa mundet me kanë më të ndihshëm këta se sa njerëz të cilët nuk e kanë një intervenim në zemër. Po pikërisht ato që thamë sa i përket rehabilitimit, ka të bëjë me rehabilitim pacientit jo rrallë, ose më thonë shumë shpesh, pacientët që kanë bëjnë një intervenim në zemër, ju ndrohet pak jeta kështu sentimentale. Dhe shpeshherë pacientët ose familjarët ankohen që pacient prindi ose familjar që është i smur, tash i vërtet më shumë, nuk kanë mirë, reagon më keq.
Tyre shpeshherë ndikohet edhe në kjo në aspektin e abstinencës nga duhani, sepse reagojnë keq njerëz që kanë pirë cigare një kohë gjatë dhe thashtë largojnë cigaren me njëherë, kanë veprime të ndryshme të abstinencës. Jo rralli i proporzojmë atë psikiatrët me shku, të cilët kanë që merren me abstinencë. Pra, është vërtet që ndron aspekti sentimental i këtyre pacientëve. A lodhet zemra, doktor Artan? Sepse na po flasim për bateri, po flasim për intervenime që i ndihmojnë zemrës me punu, a bjen që zemra një moment lodhet? Lodhja e zemrës nuk është si term kështu mjekësor, mirë po lodhja e personit, një ndër shkaktarët e shpesht është pikërisht puna e zvogluar e zemrës. Pra në qoftë se një person ka pas një aktivitet caktuar fizik dhe s'ka pas probleme, në qoftë se në këto aktivitete të njëjtë tash i ka lodhje, një ndër arsyet mund të qenë zemra. Pra lodhja është një ankesë shumë jo specifike. Mund me qenë prej pagjumësisë, prej jetës sentimentale, prej anemisë, prej çdo smundje shkakton lodhje. Po një ndër to mund të mi pas gjitha mirë dhe zemra me pas një funksion më të ulët dhe pacienti më lodh. Pra për këtë arsye, në qoftë se themi në aspektin praktik, atëna lodhja e zemrës po ekziston, sepse në qoftë se një zemër nuk e kryen punën si duhet, ajo ka me konsideru si zemër e lodhë, sepse s'pe e kryen punën si duhet, dhe këtë pacienti ka me qenë i lodhë. Po, prandaj kjo shkaktohet, pacienti lodhet për shkak mos funksionimit. Shpesh kemi ndëgju, doktor Artan, që ka persona që kanë zemrën më të madhe se sa duhet ose se sa është e parashikuar. A janë këta të predispozuar me pas probleme me zemrën dhe intervenime të tilla që i përmendëm? Në aspektin sentimental, zemrën e madhe është shumë mirë mi pas. Sentimental po. Në aspektin kardiologjik shumë keq. Është problemi më i madh që ka ndoshta kardiologjia që nuk mund me bëj shumë zgjidhje, me thënë drejtë. Në qoftë se një zemër është zgjënuar shumë, ajo ka ul funksionin dhe në këtë rast shumicën e rasteve nuk bëhet mrekulli, si thua. Për shembull tek infarkti akut bëhet mrekulli sepse ka një arteri të mbyllur edhe hapim, edhe s'ka me pas asnjë problem kur ndoshta në jetë, që është mrekulli e madhe. Kurse te një zemër e zgjeruar nuk mund të pas mrekulli. Pse shumicën e rasteve këto zemra nuk kthehen në formën normale. Dhe ku nuk kthehen normale, mbesin ashtu të zgjeruara me funksioni gjithmonë i ulur. Funksioni i ulur nuk e kryen punën e zemrës si duhet. Mos kryerja e punës si duhet nga zemra bën probleme të mëdha, qoftë lodhje, qoftë frymëzanie, qoftë probleme me çrregullimin e ritmit. Pra qoftë çrregullimin e ritmit, pastaj komplikime tjera siç është sulmi në kokë dhe kështu në trup kështu me radhë. Pra për këtë arsye do thotë zemra e madhe është një smundje që ne i themi kardiomiopati dilatative që zgjidhen përfundimtare ka transplantimin e zemrës. Pra veç me ndru zemrën krejt sepse një që është. Edhe pse ka trajtim medikamentoz, pastaj trajtimin siç e përmendën më herët me ICD me CRT, pra me pajisje, dhe e fundit është transplantimi. Pra në këto raste domethënë në qoftë se ka ra shumë funksioni i zemrës, është zhgjenuar shumë dhe përkundër gjitha këtyre masave që kemi marrë, nuk kemi arritur që pacientin ta bëjmë aktiv për jetë përditshme tine, pastaj është transplantimi i zemrës. Besoj që hyn në këtë pjesën e intervenimeve edhe personat që edhe lindin me vrim në zemër dhe intervenohen pastaj për vazhduar jetën. A kanë një jetë më ndryshe, hapa tjerë që duhet përcjellin? Problemat smundjeve kongjitale. Unë po them në termin e popullit. E qartë. Problemet e kongjitale të zemrës, të lindura të zemrës janë të ndryshme. Në qoftë se është vetëm një vrim e zemrës, e cila nuk ka shkaktuar probleme të mëdha, pra nuk e ka zgjeruar zemrën se një dhomë të saj, këto zakonisht bëhen intervenime qoftë për kotane që i bëjmë neve, që tash i kena filluar në çko që janë amfacera që vendosen, të fëmia vinë ekspertat nga jashtë që i bëjnë në çko që sa vjet, edhe bëhet një punë shumë e madhe. Të mëdhajt domethënë e bëjmë ne, gjithashtu me mendimin e proktorëve, dhe në qoftë se është vetëm ajo vrim që nuk ka bë asnjë problem, ky është trajtim që se ka ata fëmijë ose ata persona që e bëjnë se kanë asnjë problem kur në jetë. Po në qoftë se ka smundje të lindura të komplikuara të zemrës, siç është tetralogjia fallat ose transpozicioni arterëve të mëdha, atëherë do thotë ata kanë intervenime kardiokirurgjike, ata mundën me pas dhe pasojën të ardhmen. Mundën me pas, varësisht prej kohës së intervenimit ose vetë komplikimit të smundjes së lindur të zemrës. Po, një vajzë, një grua e cila ka një intervenim në zemër, çfarë do? Operacion të hapur,
stentim, pacemaker, çfarë do lloj të intervenimit? A mund të ketë probleme ose shfaqje të problemeve në një shtatzani? Po, pyetja është me vend, por përgjigjja është se varësisht dallon çfarë intervenimi ka pas. Jo gjitha intervenimet. A mundesh ti specifikosh? Po, pikërisht. Do thotë të intervenimet në zemër, pra në qoftë se është një sulm në zemër, i cili ka kalu pa probleme, zakonisht nuk duhet me pas probleme. Domethënë aspirina që përdoret te këta pacient nuk bën ndonjë problem tek gra shtazana, shpesh u jepet edhe aspirina edhe aty në të cilët nuk kanë këto probleme koronare. Në qoftë se janë smundje valvulare edhe bëhet intervenim me valvula, ato duhet me marr patjetër antikoagulant dhe shtazania është e ndaluar rrepsisht, sepse antikoagulanti nuk guxon me përdor në shtatzani. A nuk guxon me ndërprej për një periudhë? Nuk guxon me ndërprej fare, as nuk guxon me përdor. Për këtë arsye, të pacientët të cilët kanë probleme valvulare dhe janë në jetën reproduktive, vendosen proteza biologjike, i themi ne, që merren domethënë biologjike, jo mekanike, jo me metal, të cilët nuk ka nevojë me përdor atë antikoagulant. Jetëgjatësia këtyre protezave zakonisht është rreth 10 vjet, 15 vjet. Dhe me gruan bisedohet nëse ajo do me pas pasardh, ti mundesh me vendos këtë valvulë biologjike, me jetu 10 vjet me këtë ose 15 sa ka jetëgjatësi, me kry punën e fëmijëve dhe pastaj me bën edhe me rioperu edhe herë dhe vendos pastaj mekanike dhe vazhdon jetën e pa problem. Domethënë jo rrallë nanat bojnë këtë sakrificë përveç shumë tjerave që hynë 2 herë intervenime për me pas pasardhës vet. Pra jo gjitha intervenimet janë pa pasoja, varësisht cili intervenim është dhe cila kohë është dhe cila është gjendja e zemrës. Në qoftë se zemra është e shëndosh, përgjithësi ka probleme, ka alternativa gjithmonë përkundër intervenimit. Por në qoftë se zemra është dëmtuar, zgjeru, atëherë në shtatzania sigurisht që është e rrezikshme shumë. Në këto raste kur gratë vendosen me bë këtë intervenimin për 10 vjet që e përmende, a rrezikohen vetë ato diçka? Jo, në qoftë se rreziku është vetëm që ka më ndërhy 2 herë operacioni, që është çdo operacion e ka. Normale çdo nane. Që ajo mundet me ndodhë edhe në qoftë se nuk është shtatzan, sepse edhe valvula mundet më dëmtuar dhe me hyj edhe herë sana. Mirë, po në qoftë se zemra është e shëndosh, ajo valvulë ka qenë me problem, ajo është trajtu, ajo është si një person i shëndosh dhe mund me kalu pas një problem dhe ka plot pacientë të tilla. Në ndërkohë është një numër shumë i vogël i kategorisë së pacientëve që du me të pyet, sepse është përqindja e ulët në botë, ka pacientë të cilët e kanë zemrën në anën e djathtë. Janë të pak, por a jetojnë normal, nuk kanë probleme, apo janë më afër rrezikeve të smundjeve të zemrës? Dekstrukardia do të thonë shpesh shoqërohet me probleme tjera. Në qoftë se është e pastër, vetëm një zemër në anën e djathtë, shumica s'kan asnjë problem. Dhe s'kan me pasur jetojnë normal dhe s'kan kur asnjë problem, vetëm që e kanë zemrën jo si shumica e njerëzve. Kurse shpeshherë ky defekt i lindur i zemrës, ka edhe shoqërime tjera, ka edhe smuje tjera shoqëruese. Dhe kur ka smuje shoqëruese, varet çfarë smuje shoqëruese ka, atë normal. Për shembull, kanë edhe probleme edhe organe tjera mund me kontrole, ose komunikime të ndryshme në zemër, përveç kësaj, ose koartacion të aortës me dekstrokardi, ose në smundje të tjera të cilat janë ose të mushkrive, ose të sinozëve, ose të tjera si është kartageneri, pra jo kanjera nuk është pur vetëm këtë dekstrokardia. Po veç si dekstrokardi nuk bën kurrë problemi. Jetoj pa problem. Doktor Artan, nga kurrishtja dhe po besoj që pyetjet e qytetarëve gjithmonë duhet me i marrë për bazë, sepse na si qytetar nuk jemi mjek, edhe nuk i dim informacione siç i dini ju. A preket zemra prej smundjeve malinje? Do të thonë, zemra është organi që është lider i smundshmërisë edhe vdekshmërisë në botë. Do të thonë, shumica e smundjeve të njerëzve, shumica e njerëzve që kërkojnë ndihmë për shkak të smundjeve, dhe shumica e vdekjeve që vijnë, edhe invaliditetit që ndodhet për shkak të smundjeve të zemrës. Pra është lider. Mirë po, pavarësisht që është lider, në aspektin malen është e rujtne. Ka dhe më thonë është e rujtne? Nuk është 100% e rujtje, po janë shumë të ralla. Ekzistojnë tumorët, shumica janë benigni që cilat operohen pa problem, malinje shumë rrallë, janë, do më thonë, është problemi më i vogël i kardiologjisë në ditë sodit është smundjet malinje. Fatmirësisht. Fatmirësisht. Mirë, po fatkeqësisht, prapë se prapë po thamë që është lider se ka shumë smundje tjera të cilat janë ja rrezikojnë jetën e pacientit. Po, por nëse flasim
tek rreziku pacientat të cilët kanë sëmundje malinje dhe marrin terapi të cilat duhet marrin, a ndikojnë edhe në sëmundjet e zemrës? Po. Realisht ekzistojnë një numër i kemioterapikëve të cilat pona me kemioterapi, dhe më thonë që të cilat jepen për pacientët me sëmundje malinje, të cilat shpeshherë dinë me e bë ata që e përmendëm më herët zgjerimin e zemrës, pra një miokardit, një dëmtim të miokardit, dhe për këtë arsye kur përdoren këto barna, pra gjithmonë onkologu kërkon një mendim nga kardiologu, një eko të zemrës, me këshyra o gjithmonë në rregull, mos që nëse ndodh diçka, a ka qenë ajo zemër e shnosh përpara apo ka qenë ai problem tjetër. Nëse zemra është e shnosh, pastaj mirë në barnat adekuate, në fund përsëri bëhet edhe një eko të zemrës me këshyra ka ndiku diçka keq ajo. Kurse nëse vetëm zemra është zgjeruar me funksion tolt, atëna edhe këto barna domethënë janë kanë një herë edhe kundër indikacion, domethënë kanë edhe nuk japen sepse mund me dëmtu më shumë një rreziku jetë. Po. E di që individuale mund të jetë për secilin pacient se asnjëri nuk jemi njëjtë, por cili është intervenimi më i komplikuar i zemrës, që mundet me pas më shumë komplikime? Pyetje me vend, me thënë drejtën, në çdo intervenim zemrë mundet më kompliku. Do të thotë ka një herë një koronografi normale, një person që e ka zemrën e shëndosh, me arteret shëndosha, dhe një koronografi komplikohet dhe në vdekje. Pra, për një koronografi e qëshëm. Dhe një intervenim që është infarkti akut që gjaset për vdekjen shumë të dhaja, edhe kalohet pas një problem edhe kalohet për 5 minuta. Pra nuk ka një shkencë saktë se duhet që kjo ka me shku gjithçysh mirë dhe që kjo ka me shku gjithçysh keq. Mirë, po sigurisht intervenimet të mos tona që janë, domethënë të ata njerëz të cilët kanë sëmundje shumë të mëdha të arterëve koronare, që thonë na lezione kalcifike me kalcium shumë, që janë intervenime që duhet me bë me metoda më sofistikuar siç është rotabullatore e tjera, tek ato do të thotë sigurisht që janë potencialisht më të rrezikuara, potencialisht. Jo gjithmonë do të rrezikohet një pacient i tillë ose një pacient tjetër nuk do të rrezikohet. Edhe intervenimet që i thojmë na në left main, në bifurkacione, të cilat deri vonë që bëhet domethënë edhe në QKK, do është rutinë që bëhet çdo ditë, edhe ato janë komplikimet janë më të shpeshta, edhe komplikimet janë më të rrezikshme. Dallim prej një artere periferike që punohet diku. A shkojnë, e di që mund të jetë statistike pa bazë, por a shkojnë me më shumë komplikime tek burrat apo tek gjinja femërore, operacionet e zemrës, apo nuk më varet? Nuk di, të më drejtën këtë pyetje ndoshta duhet me çikirat edhe pak, me këshyr. Komplikimet domethënë te femrat zakonisht kanë për shkak gjakderdhjeve, te gjakderdhjet janë pak më të shumta dhe shpeshherë femrat domethënë kalojnë më keq në sa i përket këtyre komplikimeve. Kurse në përgjithësi femrat të moshës njëjtë para menopauzës janë më të mbrojtur nga sëmundjet iskemike të zemrës, nga sëmundjet e damarëve zemrës krahasim me mashkujt. Pra mashkujt janë më shumë të rrezikuar për sëmundjet e arterëve koronare deri në një moshë të caktuar. Në moshën e vjetër ata na barazohen domethënë si mashkuj si femra. Po. Ndërkohë e di që jam mësuar me i këshillu gjithmonë krejt pacientët për sëmundjet e zemrës, unë do doja një këshill për pacientët që kanë kryer një intervenim, nga intervenimet që përmendëm dhe që munduam të këshillojmë. Çka pas atyre intervenimeve, një këshill pak më thjesht qartë që ta marrin si vëth në vesh, që themi na? Me para nuk është fundi botës që kanë bërë intervenim. Dhe shumicën e herave nëse intervenimi është bën kohën adekuate dhe ka shku gjithçka mirë, ata janë njerëz të shëndoshë, duhet me kthy jetës aktive. Duhet të kenë kujdes me ndru stilin e jetës, sepse stili i jetës ndoshta ka qenë ajo arsye pse u dash me vojë intervenimi dhe mos më të ndodhë një reintervenimi tjetër. Pra të jenë strikt sa i përket të faktorëve të riskut për sëmundjet e zemrës, të largohen nga duanpirja, nga mos kujdesi për tension, mos kujdesi për diabet, mos kujdesi për dislipidemi, alkooli i tepruar, jeta jo aktive, gjitha këto duhet të largohen maksimalisht, domethënë të jetë kujdes strikt dhe të bëjnë një jetë të shëndetshme, të jenë falënderues që ka ndodhur një fatkeqësi edhe ata jetojnë sot shumë mirë. Patjetër që duhet jenë në mbikëqyrje të një kardiologu, sepse her pas here duhet më përcjell që mos më ardhi te një reintervenim akut, pra nëse ka nevojë më bëj intervenim elektiv që është shumë më pak komplikime se sa te akuti. Dhe shumicën e herë unë i them shpesh pacientëve të mi të cilët ka kalojnë kështu që vazhdo jetën sikur ke jetuar përpara. Po çdo 6 muaj duhet vinte te mjeku i tyre kardiolog. Me vizita sa matralla, nëse
në qoftë se s'ki të lashe sa marrall të kardiologu, mirë po jetën, domethënë rekomandimet tona mi përcjell me për pikë mirë. Në kontrollat rutinore ju kërkohet edhe analiza gjakut edhe edhe kretë që të menaxhohet situata. Po, varsisht domethënë nuk është një vizitë konsult. Një individuale domethënë janë varsisht për gjendjes së pacientit, mirë po analizat rutinore pra bëhen edhe te pacientët të klientët të cilët s'kan asnjë smundje, lemur ata që janë smut, pra duhet patjetër të jenë kujdesshëm për jetën e tyre. Unë shpresoj që jemi mundu të paktën shumicën e përgjigjeve për smundjet, sepse janë intervenimet më të shpeshta. Ndoshta ka dhe intervenime tjera që unë kom haru me të pyet, po prap se prap është aty. Stili jetës, ushqimi, largimi nga duhani, nga alkooli, nga stresi, po e themi doktor Artan, sepse na mund ta themi, po nuk mund të largohemi sepse është një dinamizëm që edhe ju vetë si doktore përjetoni. Puno para dite në klinikë universitare, puno mas dite në klinikat private, pacientë shumë të cilët kërkojnë domosdoshmërisht me ju taku dhe ju keni stresin e familjes, dhe me thonë, nuk është diçka që mundemi me njanu, jetojmë me ta. Po të paktën për tjera. Realisht, ndoshta nuk pajtohen ata që merren me stres se s'mundemi me njanu. Do të thotë ndoshta duhet mi thirr ata, realisht stresi është shumë i rëndësishëm. Dhe neve si mjek konsiderohet si faktor risku veç të qenit mjek, sidomos kardiolog, sepse kemi një stres të theksuar. Për shembull, dje ishte një pacient dhe tha kam stres shumë se punën e kam qështu, çfarë punë e bani, biznes e tregoj. Thash, asnjë nga klientët e juve nuk vdes, apo? Po. Tha jo, thash mund vdesin klientat, domethënë unë kam stres shumë a shumë. Pra, çdo punë është me stres, dikush stresi është edhe individual, mirë po duhet të kujdesem shumë që të vrapojmë edhe në bazë këtyre metodave të largimit stresit, domethënë mos harrojmë me jetu sa të jetojmë. Pra, jo vetëm puna. Po e marrë të drejtën me zhvesh prej profesionit, pak prej mantilit të bardhë, dhe me që e përmende një shembull që them mund vdesin klientat, dhe di që është shumë njerëzore si ndjesi, por cila është ajo ndjesia, emocioni, gjendja të cilën si e përballoni ju kur pacientët, klientët, siç po thoni, ju vdesin? Realisht nuk ka person normal, domethënë që është i shëndosh mentalisht, që të futet në sallë dhe mos të ketë dëshirë që puna të shkon më së miri të mundshëm. Dhe vazhdimisht i them edhe familjarëve që puna e secilit, jo e jemja, po secilit prej neve këtu që punojmë në sallë, është dëshirë më e madhe se sa juja që shkon gjithçka mirë. Sepse ju keni familjar, po nuk po varet pe juve, kurse unë kam pacient që jeta ti po varet pe me, kam edhe përgjegjësi. Dhe për këtë arsye kam dëshirë me shku 100.00 mirë gjithçka. Pra, mos me qenë suksesi madh që e kemi të shumica pacientëve, të cilët me punën që e bojmë ata sot jetojnë, edhe jetojnë të mirë, edhe jetojnë pa probleme, edhe jetojnë, pra i kemi largu për një vdekje potencialisht të mundshme, atëherë në qoftë se i marrim vetëm dështime, sigurisht që nuk e kish bë kurkush këtë punë më. Ju keni në përduar edhe fëmijë, edhe tri, edhe vajza të reja, edhe po besoj ka në rast që ju kalon goxha gjatë pa gjumë, që kishi veçu. Me fëmijë definitivisht nuk merrem se janë pediatër, po persona 3 ka shumë, normal që nuk ndihem as pak mirë, ka qenë në rast tash si jo shumë gjatë, ka qenë një ushtarak që ka qenë në ushtrim edhe ka psu një infarkt i cili ka ardhur, i cili përkundër trajtimit që e kena bërë me gjithë mundshëm me anesteziolog, me sa nuk kena mujt mja dalë. Sigurisht që ka qenë një ndjenjë e keqe kur një person është komplet në jetë aktive dhe ai nuk mund me bëjë diçka më tjetër. Është me të vërtetë unë edhe kur kam pas kolegë tuaj mjek të nga emergjenca që një ndër pjesë më të vështira të punës tyne është edhe pjesa kur dalin me njoftu familjarët për që pacienti nuk ja doli. Edhe po besoj që nga ana njerëzore pak e kemi empati ndaj mantelbardhëve të kjo pjesë. Realisht unë e them që në qoftë se ish ndonjë kamerë që na kish pa vazhdimisht, sigurisht që do të jetë një opinion tjetër, sepse edhe na jem njerëz dhe ne ka bojmë, po orvatja që bëhet e stafit ndaj një keqësimi të gjendjes pacientëve, do të thotë e bojmë ata që gjithçka bëhet për maksimumi mundshme, nuk ka person që nuk ka emocion në një arrest kardiak kur ndodh. Po.
edhe është për të duar të rukitur që cila prej punëve t'juja, sepse pavarësisht që jo çdo rast shkon mirë, janë edhe disa kush beson në Zot e din që disa punë nuk munden me u bë ndryshe, prapë se prapë ajo që ka bëhet në klinikën tona nga mjekët tonë është për të vlerësuar me mundësitë, kapacitetet, ju e bëni maksimumin, kështu që faleminderit shumë që ndove edhe pjesë jashtë profesionit, sepse është zor me i hek pak prej mantit bardhët këta, të cilët me shumë krenari. Si gjithmonë ma kujtove një film të Nicole Kidman, se ka rolin si kardiokirurge, kjo e bën maksimumin e mundshme të një pacient edhe vdes, edhe pastaj del jashtë e pikëlluar dhe thot, po luftoj kundër Zotit ndoshta? Po. Do të thotë për këtë arsye, jo gjithçka varet prej neve, sigurisht, çdo njeri ka fatin e vet, dhe ne sigurisht thash që suksesi i kardiologjisë invazive është shumë i madh dhe për këtë arsye na motivon vazhdimisht me punu, sepse në përgjithësi në krahasim me dështimet shumë ma shumë kemi të arritura dhe kjo na bën krenar, krahasim me disa profesione që pa fajin e doktorit, po se suksesin e kanë mëmë, si matull, ta zojmë onkologët, të zojmë. Për këtë arsye, do thotë, ne jemi prapë me fatë se shumë jeta shpëtojmë. Shumë jetë shpëtojnë dhe ju jeni ajo farë qelë si kur fillon jeta e dytë për ta. Një ditëlindje tjetër, pa. Një ditëlindje tjetër. Doktor Artan, faleminderit shumë që po të mundësin kohën me ardhe më përgjish në gjitha pyetjet tona dhe shikuesve tonë. Kënaqësi gjithmonë me juve shkon koha shumë shpejt. Faleminderit shumë. Prandaj është familja jonë, se jemi si në shtëpi këto. Faleminderit shumë. Kemi qenë dashur me së bashku me doktor Artan Ahmetin, me cilin kemi folur për smundjet e zemrës pas intervenimeve. Jo çdo pacient i shpëton intervenimeve, disa e diagnostikojnë herët, por kanë patjetër nevojë për një intervenim kirurgjik, për një intervenim invaziv modern, cilin do prej tyre, dhe jeta megjithëse thuhet që nuk ndryshon shumë, është rëndësishme që ai stili jetës që na ka pru deri te smundjet e zemrës të rishikohet edhe një herë dhe të ndryshohet edhe të fillojmë ndoshta ka zero të përmirësojmë ushqimin, stilin e jetës, aktivitetin fizik, gjumin e çdo gjë tjetër që mund të jetë shkaktar i asaj që na ka pru deri tek ai intervenim. Do ndohemi me një shpicë të shkurt dhe do të kthehemi në studio së bashku me doktoreshën Durata Isufi Alabaku, me cilën do të flasim për kolagjenin dhe matçën.